Amendamenti i dytë ka të bëjë me një fond prej 384 milion lekësh që do të përdoret për dyfishimin e numrit të oficerëve të sigurisë në shkolla, duke e çuar atë në 800 duke filluar nga janari 2026. Dhe ky ndryshim të pasyrohet në gjitha anenet, tabelat dhe anekset shoqëruese të ligjit. Ju e dini shumë mirë që Shqipëria ka rreth 1400 shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme, ndërkohë që sot që flasim ka vetëm 220 oficerë sigurie. Parashikohet për buxhetin e vitit 2026 të shkojnë në 400 dhe propozimi im është që ta dyfishojmë të shkojnë në 800. Dhe kjo vjen edhe si rezultati disa ngjarjeve të rënda kriminale që janë shoqëruar këto kohë në shkolla. Ju e mbani mend ngjarjen e nëntorit 2024 ku u vra Martin Camaj, që sot në fakt u dënua edhe vrasi i tij me 16 vjet. Sigurisht nuk rikthen në jetë, por është një drejtësi. Ngjarja e pak ditëve më parë ku në Durrës u vra Erion Boba jashtë një shkolle publike, ngjarje të tjera të rënda që unë i kam emërtuar në relacion, të cilët tregojnë edhe një herë që masa e oficerit të sigurisë në shkolla është gjysmake, është e pa duhura për të shmangur rastet e bullizmit, episodet e dhunës në shkollë. Sigurisht unë nuk mendoj se është receta e vetme që shmang vrasjet edhe bullizmat në shkolla, por është një recetë e domosdoshme për aq kohë sa ne kemi shkolla sot të mbipopulluara, shkolla që punojnë me 2 turne dhe shkolla që kanë miksim edhe moshash. Në këtë aspekt prania e shtuar e oficerëve të sigurisë do të krijonte një mjedis të mbikëqyrur, një mjedis më të qetë, më parandalues, qoftë edhe në imazh dhe në frikën që mund të ndillte për dhunën nga ato të rrezikshme, duke pasur një prani konstante dhe një reagim të menjëhershëm nga oficerët e policisë, do të ishte një mbështetje për stafin arsimor në menaxhimin e situatave të vështira, do të ulte nivelin e kontakteve konfliktuale dhe do të dërriste ndjenjën e sigurisë tek fëmijët dhe tek prindrit. Unë mendoj se kosto financiare e parashikuar është plotësisht e justifikuar, po të kesh parasysh pasojat shumë të mëdha që mund të sjelli incidentet e rënda në shkolla, por dhe ndikimin pozitiv që jep prania e një oficeri sigurie në shkolla. Sigurisht, amendamenti është në harmoni plot me ligjin për arsimin parauniversitar, që i detyron institucionet arsimore të garantojnë sigurinë e nxënësve, ligjin për mbrojtjen e fëmijëve që nënvizon detyrimin e institucioneve për identifikimin dhe parandalimin e rastjeve në rit dhe strategjinë kombëtare të sigurisë publike për reduktimin e bullizmit dhe dhunës në shkollë. Duke marrë parasysh të gjitha sfidat e sigurisë tashmë në mjediset e shkollës, nevojën për mbrojtje të vazhdueshme të fëmijëve dhe domosdoshmërinë për forcimin e strukturave mbështetëse të arsimit, unë ju ftoj që ta votoni këtë amendament për dyfishimin e oficerëve të sigurisë në shkollat tona të arsimit parauniversitar.